Shqipëria është një vend ideal për punëtorët indian, kështu tha në një deklaratë për mediat ambasadori i Indisë në Tiranë Ravindra Prasad Jaisal. Sipas tij po punohet me qeverinë shqiptare në arritjen e një marrëveshje partneriteti në mënyrë që të realizohet migrimi i rregullt dhe që më shumë krah pune të vinë në vendin tonë. India është një fuqi e madhe e punëtorëve të kualifikuar dhe një numër i madh indianësh punojnë në të gjitha pjesët e botës, sidomos në vendet e Gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Bashkimin Evropian dhe SBA. Por në Shqipëri numrat janë shumë të ulët. Siç më është thënë, vitin e kaluar janë dhënë rreth 1200 viza për punëtor indian. Pra, jemi në drejtimin e duhur, po ecim përpara. Numrat po rriten dhe shpresoj që shumë më tepër do të vinë në Shqipëri. Po punojmë për një marrëveshje partneriteti me qeverinë e Shqipërisë, në mënyrë që të kemi një migrim të rregullt ose ardhje të rregullt të njerëzve nga India. Dhe siç e dini, indianët janë shumë miqësor, shumë punëtor dhe përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Jo vetëm si krah pune, por edhe si turist, indianët i kanë rritur shifrat e tyre në Europë dhe në veçanti në Shqipëri. Visa-free regime was introduced. Nga raportimet, kemi parë se në vitin 2024, që kur u vendose regjimi pa viza, njerëzit kanë ardhur gjithnjë e më shumë në Shqipëri, sidomos indianët që jetojnë në vendet e Gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar apo në SBA. Ata po vinë në numër të madh. Vitin e kaluar rreth 30.000 deri në 35.000 persona nga India dhe indian nga vende të tjera kanë qenë këtu. Kështu, në 4 muajt e parë të vitit, numri i indianëve që vizitojnë Shqipërinë pothuajse është dyfishuar krahasuar me vitin 2024. Kështu që unë shoh një perspektivë të mirë për ardhjen e indianëve në Shqipëri dhe shpresoj që shumë më tepër do të vinë këtë vit dhe në vitet në vazhdim. Ambasadori indian tha se në Shqipëri ka edhe interes të investitorëve indian.